Një mjek psikiatër në një spital në Rom, Itali, është dënuar me burg pasi ndihmoi bosin shqiptar të drogës, Elvis Demçe, të arratisej nga arresti shtëpiak. Mjeku italian, Andrea Pacello, ka lëshuar një certifikat mjekësore për të garantuar lirinë e Elvis Demçes dhe ka organizuar një vizitë që i ka dhënë atij mundësinë të arratisej. Sipas La Repubblica, në mënyrë që autoritetet italiane të vendosnin lirimin nga burgu dhe vendosjen në arrest shtëpiak, Demçe paguante mjekun psikiatër me 300 euro për çdo seancë, në mënyrë që të mund të ndiqte një plan specifik terapeutik në ambientet autorizuara. Sipas organit të akuzës, mjeku ishte vënë në dispozicion për vizita në spitalin ku punonte për të marrë lejen që Demçe të largohej nga vendi para burgimit, në mënyrë që ai të takojë brenda spitalit me bashkëpunëtorët me të cilët organizonin vazhdimin e aktiviteteve kriminale. Sipas hetimeve, Demçe kishte kontakte në vitin 2020 me trafikant kolumbian, ushtar maroken dhe doganjer nga Gioia Tauro.